Më shumë se 200 persona deri më tani janë intervistuar, hetuar e disa prej tyre janë edhe në parapurgim me dyshimet për falsifikim të votës dhe manipulim të votës. Megjithatë, për të kuptuar detajet e deri tanishme të hetimeve që po zhvillohen nga prokuroritë rajonare lidhur me hetime që kryesisht lidhen me manipulimin e votës, në studio kemi koordinatoren nacionale të zgjedhjeve dhe prokuroren Laura Pula, me cilën do të diskutojmë që gjitha zhvillimet e deri tanishme dhe punën e prokurorisë në hetimin e këtyre lëndëve. Atëherë, zonja Pula, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetën, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Zonja Pula, fillimisht në Sarajevo ose qytete aktualisht prokuroritë rajonale janë duke kryer hetime dhe si po ecin hetimet për manipulim të votës? Ashtu edhe siç kemi paralajmëruar në komunikatat për media, në të gjitha prokuroritë, domethënë 7, janë dhënë autorizimet për të grumbullu informata dhe për të mbledh prova relevante për të vazhduar hetimet e më të tjeshme në secilin prokurori për secilin vend veç e veç. Dhe aktualisht sot ka një hetim gjithashtu, një grumbullim të informacioneve shkërkuar edhe në Obilesh, apo jo? Me çfarë dyshime, cilat janë informacionet e prokurorisë për këtë rast? Në momentin kur përfundon rinumrimi në komunat e caktuara, me njëherë prokurorët në bazë të autorizimeve që kanë, kërkojnë grumbullimin e informatave dhe marrin e provave nga vendin ngjarjes, ashtu siç ka ndodhur edhe me komuna tjera që tani pothuajse kanë filluar dhe në vazhdim të hetimeve deri në përfundimin e tyre. Zona Pula, sot pritet përfundoj edhe procesi rinumrimit në tërësi, është paralajmëruar nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e lëson punën e prokurorisë përfundimi këtij procesi, pastaj për sigurimin e materialit dhe gjitha atyre që ka kërkesë prokuroria për këto raste? Po, gjithsesi ju e dini se në të gjitha ato komuna ku ka përfunduar procesi më herët, me njëherë prokuroria është aktivizuar dhe ka në bazë të autorizimeve të dhëna, ka grumbullu informatat dhe ka filluar edhe intervistimin qoftë komisionerëve apo edhe të kryesuesve të komisioneve, për të cilat tani më dhe siç e thatë edhe ju, kemi një numër të personave të arrestuar në paraburgim dhe personave të cilat për momentin janë në hetim deri në një fazë tjetër të hetimeve. Po, dhe zona Pula aktualisht mbetet Prizreni me numrin më të madh personave të dyshuar, por edhe që janë në paraburgim për manipulim votës. Çka tregojnë të gjitha dënat ose hetimet e deri tani të prokurorisë për Prizrenin për shembull? Për momentin është vërtet se Prizreni ka pasur numrin më të madh të keqpërdorimit apo të falsifikimit të rezultateve, për atë edhe është njoftu opinioni dhe ka qenë publike. Ne kemi kryer tani edhe Malisheven, ku në bazë të informatave dhe në bazë të grumbullimit të informatave dhe provave i kemi 15 persona në paraburgim. Në Prizren kemi 28 sosh, kryesisht janë kryesues të komisioneve, ndërsa pjesa tjetër, 100 në Prizren dhe 43 në Gjakov, në Prokurinë Themelore në Gjakov, që mbulon Malisheven, janë 43 persona komisioner në hetime. Dhe i përkasin gjitha partive, zonja Pula, çka tregojnë ndoshta informacione që janë mbledhur deri më tani nga prokuroritë, si është bërë ky manipulimi, si është arritur deri te ky manipulim i votës në këtë formë, ka ndryshuar metodat apo çka ka ndodhur? Mënyra se si është bërë manipulimi është çështje që do të hetohet dhe do të në fund të procesit të hetimeve mund të dalim edhe me një konkludim të posaçëm, po por që janë të përfshira të gjitha subjektet politike, është vërtet që janë të përfshira të gjithat. Ky është një falsifikim i votave brenda subjektit të njëjtë dhe kjo është vjedhje brenda llojit. Ashtu e quajtur. Dhe do të jetë vështirë verifikimi dhe hetimi i këtyre rasteve brenda partive, brenda kandidatëve, manipulimi i këtyre votave, do të jetë vështirë hetimi i këtyre rasteve për prokurorin për të zbuluar mënyrën, marrëveshjet si ka nisur i gjithë ky manipulim i votave? Po, krejtën varet se si i qasen dhe si deklarohen apo si mprohen kryesuesit dhe komisionerët gjatë intervistimit të më të tjeshëm. Deri më tani kemi pas në Prizren disa raste ku kryesuesit dhe komisionerët kanë bashkëpunuar me prokurorinë dhe kanë dhënë informacione, kanë dhënë prova dhe mbi bazën e tyre do të vazhdojnë edhe hetimi më të tjeshëm. Kjo e ndihmon shumë procesin, nga se mund të
këta persona mund të shëndrohen në dëshmitar bashkëpunues me institucionin dhe në këtë rast edhe procesi shkon më shpejt edhe eliminohen dilemat në mes të vetë komisionerëve të një subjekti politik. Po, dhe aktualisht sa persona janë shëndruar nëse mund temi në dëshmitar cilët kanë ofruar dëshmi për prokurorin për mënyrën se si ka ndodhur? Janë disa persona në prokurin themelore në Prizren të cilët kanë dhënë informacione, por me qenë se jemi në fazën e hetimeve nuk mund të ndaj diçka më tepër, po ato janë evidente dhe me siguri që në fund të procesit hetimore do të bëhen edhe publike. Po, në Prizren gjithashtu është ndaluar edhe kryesuesi i komisionit apo jo, i komisionit qendror atje të zgjedhjeve për çfarë dyshime ose çfarë informacione? Faktikisht në Prizren përpos kryesuesve që janë ndalu, është ndalu edhe zyrtari i lartë i komisionit qendror të zgjedhjeve të KKZ-s në Prizren. Që është pozitë edhe më e lartë apo çfarë? Është person që është i zgjedhur nga KQZ-ja me funksion në KKZ në Prizren dhe ky person është ndaluar në drejtim të dyshimit të bazuar të keqpërdorimit të autoritetit zyrtar, aneni 414 dhe që është që nga dje, ky lajmi i fundit. Po. Dhe Zonja Pula, pritet që të kemi gjatë ditën vazhdim edhe persona tjerë me numër kaq të madh që do të ftohen për intervistim, do të ketë ndoshta edhe kërkesa për paraburgim, çka po tregojnë informacionet që po i merr prokuroria, apo shtohet numri informacioneve që po i merrni për këto manipulime të votave apo si? Informacionet e marrura edhe me tani janë që ka patur manipulime, ka patur shtim të numrit të votave të kandidatëve të caktuar edhe në komuna tjera, jo si kurse në Prizren, mirë po si do qoftë, vota është votë, numri është numër, marrja gabimeve në rastet konkrete nuk do të vërtetohet, mirë po nuk do të lejohet një marrje gabimeve. Do më thonë nuk kemi, pavarësisht ai ka vjedh 10 vota, ai ka vjedh 100 vota, persona do të mirën e pyetje dhe do të jeni objekti hetimit. Se si do të vazhdojmë për te procedura ndaj tyre, krejtë në varet se si bashkëpunohet me institucionin, krejtë në varet se shka japin informata dhe si shkon rrjedha e hetimeve. Po, dhe në bazë të informacioneve, cila është forma më e përdorur ndoshta për të korruptuar persona cilët kanë manipuluar me vota, është dhënë rishfet, janë bërë në formë çantazheve, kërcënimeve, çka tregojnë informatat e deri tanishme të prokurorive? Kemi dhëna Kemi dhëna për disa informata që është dhënë rishfet, ka pas edhe kërcënime të ndryshme, mirë po një gjatë duhet ta dimë se askush kërkujt nuk i shton vota pa një interes të caktuar. Absolut nuk shtohen votat asnjë kandidati pa pas një interes të caktuar. Po, nëse edhe ka asë rasti që kanë shtu votë për dëshirë, ata do ta deklarojnë ata gjatë intervistimeve. 6.000 vota nuk shtohen për veç do si do që mi shtu votat. Prandaj e thamë këtë se bashkëpunimi me institucionet do të ndryshon të realitetin e kësaj dukurie që na u shfaq pas përfundimit të zgjedhjeve. Ne të gjithë jemi mburur me mënyrën e përfundimit të zgjedhjeve. Bile unë vetë kur kom dhonë edhe bukët edhe të ju kom dhonë intervjise edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit kaluan vetëm me 5 kallëzime penale, e tregojnë një demokraci të vendit dhe unë e kom thonë dhe prapë thamë se zgjedhjet janë gur themeli i demokracisë në një shteti. Dhe gjdo flet, votimi përfaqëson një votë të vetme. Mirë po edhe besimin e një qytetari që në sundimin e ligjit dhe në institucionet që emprojnë ata. Ne emprojmë votën e qytetarit dhe për këto jemi betu që nga viti 2013, prej momentit kër e kemi nënshkruar edhe memorandum bashkëpunimin me të gjitha institucionet relevante, por ja që ndodhi kjo pjesa tjetër pas përfundimit të zgjedhjeve, që thënë të vërtetem për mduket që është kush nuk e ka prit. Pak të ne si institucionet kemi. Pra, po thoni që as prokuroria, as policia paraprakisht nuk kishte sinjale, informata që do të çonte në një manipulim të tillë ose marrëveshje. Jo, absolut jo. Absolut. Ne si prokurori nuk kemi pas. Nuk kemi pas as dyshimin me të voglin se ka më ardhe të kjo gjendje. Unë flasë për institucionin, për KAVI, për tjera institucionin nuk mund të flasë. Po, dhe
aktualisht, a ke çfarë informacione ose dëna keni marrë prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, a keni marrë gjithashtu edhe pamjet e kamerave për të zbuluar, ndoshta edhe hetuar më mirë këto raste, a keni të gjithë emrat e komisionerëve, listat si prokurori? Po të gjitha informatat të cilat kanë qenë të nevojshme për një hetim të mirëfillt janë siguruar nga kryeprokurorët e prokurorive themelore, duke filluar nga Prizreni, Gjakova dhe tani Mitrovica, vazhdon Prishtina, edhe pas grumbullimit të gjithave dhe evidentimit të shkeljeve të ndryshme që kanë ndodhur gjatë rinumërimit të votave, do të jenë pjesë e hetimit dhe prova për ta përpiluar një akt akuzues të bazuar në ligj dhe të bazuar në prova të siguruara me kohë. Prokurori i shtetit së bashku me hetuesit me kohë, domethënë momentin kur është alarmu kjo gjendje, vërtet ka demonstruar një profesionalizëm dhe me njëherë është marrë me këtë çështje duke i angazhuar hetuesit për grumbullim të informatave në afat sa më të shkurtër. Se sa më gjatë që shkon grumbullimi i informatave mund të zgjasohen apo dhe mund të hezitohet për të qenë prezente për prokurorin. Prandaj çfarë prova, çfarë dëshmi deri më tani kemi mesazhe, telefonat konfiskuar ose çka është konfiskuar deri më tani nga ana prokurorisë si provë shtesë për dëshmuar pastaj edhe përmes aktakuzës ndoshta këto raste. Provë shtesë janë sekuestruar telefonat, për të cilat do të ekzaminohen te forenzika dhe mbas telefonave ju e dini që pak kjo procedura e ekzaminimit të telefonave shkon pak është procedurë më e gjatë dhe nuk mund të themi asgjë para se të vjen edhe raporti përfundimtar prej forenzikës. Prandaj jemi në fazën ku aty ku kemi pas dyshim të bazuar mirë, janë caktuar masa para burgimit, e kjo masë u caktuar kryesisht vetëm për kryesuesit, jo dhe për komisionerët. Ka një arsye? Po, ka një arsye për shkak se në nenin 102 të ligjit në zgjedhje, kompetencën kryesore për mbarvajtjen e procesit të rinumërimeve e ban kryesuesi, e jo komisionerët. A do të kenë edhe komisionerët e kanë barën e të provuar gjatë hetimeve me kontributin e tyre për të kryer një manipulim të tillë, mbetet të vërtetohet, por sidoqoftë ata do të jenë pjesë intervistave edhe të më të tjeshme, edhe pse si në Prizren edhe në Gjakovë janë intervistuar të gjithë komisionerët edhe kryesuesit, edhe tash pritet edhe verifikimi i provave tjera, të cilat kur bashkënditen bashkë do ta japin edhe epilogun përfundimtar të një hetimi të mirëfillt. Po, dhe aktualisht sa është numri prokurorëve që po merren vetëm me manipulimin e votës, dhe do të jetë ngarkesë për prokuroritë rajonale një numër kaq i madh apo konsideroni që nuk është numër i lartë i kësaj vepre penale, këtyre dyshimeve? Unë Donika e di vetëm një gjë, që asnjë individ, pavarësisht pozitës apo funksionit, nuk qëndron mbi ligjin. Kjo do të jetë pavarësisht sa persona janë. Pavarësisht kush është në pyetje. Dhe ne do ta ruajmë integritetin e procesit zgjedhor, meqense ky integritet është i panegociueshëm. Prandaj të gjithë prokurorët janë angazhuar në këto landë dhe secili i ka të ndanë në landë të veta mbi bazën e se si ka filluar procesi që nga java e kalume. Atë sa kem prokurorë 4 si duket janë në Prizren duke u marrë dhe 2 janë në Gjakovë duke marrë, se është kompetence e departamentit krimeve të rënda këto vepra penale janë, dhe janë të marrë me këto çështje, me këto landë. Ato do të trajtojnë në mënyrën më të mirën, konsideroj, dhe pastaj do të jemi prapë së bashku me një periudhë të caktuar kohore kur të përgatisim edhe aktakuzat adekuate për këta persona të cilët manipuluan dhe e ndryshuan pakës edhe rrjedhën e demokracisë në zgjedhje, po nuk mund të themi që e hupëm integritetin e zgjedhjeve. Nga se na kemi reaguar me kohë, për ne si gjithmonë flasi si institucion. Nëse shihet në prizma tjera, do të si edhe ka dhe perceptime tjera. Po ju keni paralemruar gjithashtu që nuk do të amnistohen as kandidatët për deputet, nëse veç qëndrojnë prapa këtij manipulimi. A ka persona kandidat për deputet që deri më tani janë ftuar për intervistim ose në cilën fazë ata duhet ftohen?
Si që thash edhe më herët, ne jemi në fazën e grumbullimit informatave, ne jemi në fazën e elaborimit të provave materiale, jemi në fazën e intervistimit të kryesuesve që duhet sërish të intervistohen së bashku me komisioneret, dhe më varësisht për rezultateve që na dalin nga kjo fazë e hetimeve, pastaj do të miremi edhe me intervistimin apo edhe implikimin e kandidatëve të cilët ndodh njeri që edhe e ka pru situatën kësisoj. Cili kandidat potencialisht do duhet i përmbushte kushtet për të intervistuar nga prokuroria? Dikush që ka manipuluar që 6.000 vota i ka ndonë më shumë, 100 vota i ka ndonë më shumë? Nuk është me rëndësi numri. Manipulimi e manipulim. Shtimi votave o shtimi votave. Për momentit kur ke pas një qëllim i shtu votat, ti vetëm je inkriminuar në atë veprim. Prandaj, unë lidhje edhe me këtë pyetje deshta të potencaj edhe një fakt tjetër që edhe në vitin 2021 ne kemi pas 2 raste në hetime, kur e kemi filluar me komisioner, me marrjen pyetje komisionerve, dhe në fund janë identifikuar 2 kandidat për deputet të përfshirë në rast të shtimit të votave. Prandaj, nga përvoja kalume, themi se prap do të vazhdojmë me të njëjtin trend të hetimeve dhe për atë e thash që në fillim, sa më tepër që të bashkëpunohet me institucionin, aq më tepër i ndihmojmë procesin dhe aq më tepër dalim ata të cilët vërtet në mënyra të ndryshme kemi kontribu në këtë situatë çfarë jemi tani. Po, a ka persona deri më tani që do shta i ka ndihmuar këtij procesi, ose edhe vetë kandidat për deputet, sepse ne po shohim që po kërkojnë nisje të hetimeve, disa të tjerë po distancohen, po thonë që përkundër që janë shtuar 200 vota, ata nuk e dim se janë shtuar 200 vota. Ka persona të cilët ndoshta deri më tani kanë ofruar më shumë informacione ose vëzhgues, ndoshta që kanë qenë atë ditë gjatë procesit numërimit se kanë dhënë informacione për këtë marrëveshjen mes kandidatëve, komisionarëve, pastaj si rrjedh kjo. Për këtë çështje mbetet të deklarohemi pak më vonë, këtë fasë. Megjithatë, nëse ka familjar të kandidatëve për deputet cilët veç janë arrestuar dhe dyshohen për manipulim të votave, po besoj që ata potencialisht do duhet kandidatët edhe në këtë rast apo jo të intervistoheshin. Janë potencial Po, me siguri që prokurori i rastit dhe së bashku me krye prokurorin e prokurisë përkatëse, i cili sigurisht që është edhe koordinatori i regionit vet, do ta shqyrtojnë këtë çështje dhe besoj që nuk do të amnestohet askush, pavarësisht funksionit apo pozitës që e ka. Kur e them nuk do të amnestohet, për shkak se unë e thash që në fillim edhe them edhe tash, se demokracia kërkon vigjilencë, ndërsa sundimi i ligjit kërkon veprim. E unë konsideroj që deri në këtë fazë, gjithmonë flas derisa jemi këtu. Ne sot i kemi riafirmu që të dyjat, edhe vigjilencën edhe sundimin e ligjit. Po, megjithatë, zona Pula e dim që ndër vite është përfolur shumë, ka qenë një sekret publik ky manipulimi i votës brenda një subjekti politik mes kandidatëve. A ka përvojë, prokurorët, hetuesit për të zbuluar marrëveshjet e tilla mes komisionarëve, vëzhguesve dhe gjithë atij zinxhirit që bën këtë organizimin e manipulimit votave brenda subjekteve politike? A është e vështirë hetimi këtyre rasteve? Po nuk mund të them se nuk është i lehtë ky zbulim. Kur të shkon këtë zinxhir deri në pikën e fundit për të cilën jemi duke punuar, nuk është i lehtë. Ne kemi patur zgjedhjet e 2010-s, ku kanë qenë vërtet zgjedhjet më të këqija, ku unë më mend në 2010-ën 1500 persona kanë qenë të akuzuar për manipulim të votave. Dhe aty proceset gjyqësore kanë zgjat pak më tepër se shumë persona. Fillimisht janë dënuar me dënime me gjobë, pastaj na patëm bua ankesa dhe apeli të gjitha dënimet me gjobë ose me kushte për më saktë, dhe pastaj apeli të gjitha dënimet i patë shndruar dënime me burg efektiv. 6 muaj, 8 muaj, s'është më rëndësi, janë shndruar dënime. Prandaj, për të qenë më efikas dhe për të përçu mesazhi që mos të përsëriten më kësi dukuri në të ardhmen, janë dënimet adekuate. Prandaj, nuk mund të kënaqemi vetëm me një akt akuzë të ngritne,
pavarësisht faktit që ne do të ngrisim akt akuza. Nëse dënimet nuk janë adekvate për personat të cilët janë akuzu e që ka prova mu dënu, atëherë ne kemi me të vend numra. Prandaj ky është një apel i përgjithshëm për krejt sistemin e drejtësisë, jo vetëm për prokurorin. Ne do ta bëjmë punën tonë, mirë po, nuk është përfundimtare. Përfundimtare është kur ta persona dënohen dhe e shohin peshën e gabimit vet dhe nuk përsëriten më. Nga se asgjë nuk kemi bënë se i fusim njerëz në burg, ju ngrisim akt akuza dhe prap ta komisioner bartën në zgjedhje të ardhshme. Nuk i mohohet asnjë e drejt për të qenë të zgjedhur në çfarëdo institucioni apo për të qenë komisioner. Andaj e them se duhet të jemi të gjithë së bashku ta luftojmë këtë dukuri, nëse mund ta quaj dukuri, këtë manipulim të votave që na u shfaq pas përfundimit të zgjedhjeve. Dhe pastaj të bëjmë punën tonë ashtu si që kemi premtu se do ta bëjmë me përgjegjësinë më të madhe për këto sjellje të kundërligjshme që na u shfaqen në shoqërinë tonë. S'është më rëndësia u kryedia sot, është më rëndësi që në të ardhmen mos na përsëriten. Se kjo ka ndodhur 2010-ën. Dhe pas 2010-s, a konsideroni që nga përvoja juaj ky ishte viti me numrin më të madh manipulimeve? Po. Unë e kom përcjell, do më thonë, 2013-ën kanë qenë diku 150 raste, mandej çdo vit si në zgjedhje lokale, si në zgjedhje parlamentare kanë ardhur duke ra numri i rasteve. Nuk e them rëndësinë e rasteve çfarë ka qenë, jemi të folë për numra, po këto zgjedhje janë zgjedhje vërtet që jo të mira për shkak të numrit të manipulimeve që ndodhen. Po, e përmendët që ndoshta përveç punës në rast se është dashur tipet burg, efektiv është dashur që atyre personave që kanë qenë dënuar të mos u jepet mundësia përsëri të bëhen pjesë e proceseve zgjedhore. A do duhet që të paktën në të ardhmen tash në këto raste kur do të kemi akt akuza dhe vendime të gjykatave ka komisioner, sepse ne patëm raportime që edhe persona të cilët me të kaluar kriminale, me disa vepra penale ishin qenë përfshirë në proces zgjedhor. Çka do duhet ndodhe me këta persona që të mos lejoheshin më të marrin pjesë në procese zgjedhore tjera? Kjo është çështje për zgjedhjes gana e KQZ-s. Ata e bojnë për zgjedhjen e komisionerëve, me listat të cilat ja dërgojnë, verifikimin e bojnë ata. Prandaj, me këtë numër të madh komisionerëve që përfshihen gjithmonë në zgjedhje, këta janë komisionerët të cilët dërgohen nga subjektet politike dhe për zgjedhjen e bën KQZ-ja. Mbi cilën bazë dhe si e bën KQZ-ja ata din vetë. Dhe prandaj, unë e them kaprizmi i drejtësisë që nuk ishte me qenë mirë të ngritën vetëm akt akuza dhe të kënaqemi me faktin dhe dalim trumbetojmë që bom akt akuza dhe ja akuzum ta njerëz. Jo, nuk është përfundimtare. Përfundimtarja është akt gjykimi i formës prerë dhe vëdësimi i popullatës edhe komisionerëve që në të ardhmen populli apo votuesi të del dhe të voton deputetin për cilën vërtet ka menduar ta shef në parlament dhe që janë pronë të drejtat e tij, jo të manipulohet të drejta e tij e votimit, siç ka ndodhur në rastin konkret. Prandaj them kjo do të kishte me qenë mirë që përpos që do të kishte efektin e dënimit, të jetë edhe efekt, të jep edhe efekt parandalues për zgjedhjet e ardhshme. Se ne do të kemi prapë zgjedhje tjera, vitin 4 vjet të ardhshme kemi zgjedhjet lokale. Po edhe nëse vazhdohet me këtë trend, atëherë hupet besimi edhe në institucione, hupet besimi edhe në shoqëri dhe hupet reputacioni i zgjedhjeve demokratike, për cilën na vite me radhë jemi mburr si shtet, unë, ti, tjetri edhe krejt shoqënia që Kosova ka qenë vendi më demokratik me zgjedhje, jo vetëm region, po edhe për të regionit. Po, dhe kësaj radhe kush konsideroni që ka dështuar, cili zinxhir institucioneve ka dështuar për të evituar këta manipulim? A mban përgjegjësi KQZ-ja? Mund kemi personat intervistuar nesër nga ana e prokurorisë edhe brenda KQZ-s për këtë problem dhe për këto shkelje që po i shohim? Unë nuk mund të them kush e mban përgjegjësinë. Përgjegjësia me siguri do të delë në fund i hetimi dhe pas verifikimit të shumë rrethanave tjera, jo vetëm nga ana e aspektit juridik, por se kush do të intervistohet në të ardhmen, varet prej rrjedhjes së hetimeve. Po unë e di se në koordinim me kryeprokurorët të prokurive për cilët janë të i trajtu këto raste dhe do t'i trajtojnë dhe javët në vijem, nuk do t'a amenestohet askush për t'u intervistuar, se çka rrjedh për intervistimit nuk mund t'a them tash.
Po, dhe cila është pesha e veprës penale me cilën përballën shumica e këtyre personave të cilët janë intervistuar edhe pjesa tjetër që vetë janë në paraburgim? Vepra penale për të cilat janë intervistuar shumica atyre është falsifikimi i rezultateve zgjedhore, që parashifet dënimi, është paragrafi 2, njeni 216, dhe parashifet dënimi prej 3 deri në 5 vite burgim. Prandaj vepra penale nuk është e lehtë, vepra penale është mjaft ndëshkuese. Mirë po qëllimi i ndëshkimit është që ata të dënohen dhe në një farë mënyrë ta kuptojnë rëndësinë e veprimeve të tyre që në të ardhmen ose mos shkojnë bëhen komisioner, ose letrinë aty ku janë, se për atë sa ju kompenzohet atyne nuk ja vlen me shku edhe me mu ballafaqu tani me forcën e ligjit. Dhe zona Pula, krejt në fund, çka ka ndodhur me hetimet që kemi pasur ditën e zgjedhjeve? Kemi pasur raste shumë ditën e zgjedhjeve që kanë qenë subjekte hetimeve të prokurorisë dhe deri në çfarë faze kanë shkuar hetimet për këto raste? Ditën e zgjedhjeve kemi përfunduar me 5 raste, me 5 kallëzime penale. Nuk kanë qenë ndaj vepër penale ashtu për cilën është desht mu bobuj dhe me pas ndalime atë ditë. Ju e dini para 2-3 ditë prokuroria themelore në Ferizaj vetëm e ka ngrit një akt akuz kundër një personi për asgjatsim dokumenteve të fshet votimeve. Janë edhe 3 vepra penale cënimi fshëtësisë vetimit diku në prokurin themelore në Prishtinë, edhe kemi një rast tjetër, një prokuri tjetër. Kështu që me 5 landa e patëm kry zgjedhjet pothuajse. Po këto tjera... Dhe doli befasia tjetër pastaj. Dhe doli befasia për mua, për ty e për të gjithë shoqërinë. Po unë falenderoj gjitha mediat e cilat vërtet e kanë bërë punën e tyre në mënyrë të mrekullueshme. Jo vetëm ditën e zgjedhjeve dhe pas ditës së zgjedhjeve të cilat ne jemi përbetuar që çdo ma pak njerëz të arrestuar, me sa ma pak njerëz të akuzuar dhe me një imazh pak më të mirë se deri më tani. Megjithatë prokurorin nuk është që e pret punë e lehtë, apo jo, sepse me një numër kaq të madh të intervistuarve deri më tani duket që prokurori do të kenë mjaftueshëm punë me manipuluesit e votës. Po për çfarë jemi këtu? Për të shikuar një manipulues të votës, për të marrë informatat, për të akuzuar dhe për të prit vendimet e gjykatave, a janë adekuate me peshën e veprës penale që kanë kryer personat të caktuar dhe a me ushtruar mas me ushtruar ankesën e të ardhmen. Atëherë zonja Pula, faleminderit që ishi sot. Faleminderit për jush. Faleminderit shumë. Ka qenë koordinatorja e zgjedhjeve nacionale zona Laura Pula, me cilën diskutuam lidhur me hetimet e deri tanishme për manipulimin e votës, dhe me këtë intervistë ne e përmbyllim këtë edicion. Këto kanë qenë gjitha informacione